Banorët e Vlorës kanë protestuar ditët e fundit për shkak të mungesës së ujit, duke ngritur shqetësime për furnizimin e qytetit bregdetar. Kryeministri Edi Rama reagoi menjëherë duke njoftuar se defekti në linjën kryesore të ujësjellësit i shkaktuar nga pjesë hidraulike të instaluara jashtë standardeve të vitit 2009-2010 do të riparohen brenda kësaj të hëne. Sipas Ramës, pjesët e reja hidraulike janë nisur nga Stambolli dhe pritet të mbërrinë sot për të zëvendësuar tubacionet e dëmtuara, të cilat nuk kanë mbajtur dot presionin e ujit. Kryeministri përgëzoi punën e punonjësve të ujësjellësit të Vlorës, duke theksuar përpjekjen e tyre për të mbyllur këtë plagë të hapur në infrastrukturën e qytetit. Ai gjithashtu kërkoi ndjesë nga qytetarët për shqetësimin e shkaktuar nga ndërprerja e furnizimit me ujë dhe theksoi se situata do të zgjidhet së shpejti. Rama përdori dhe një shprehje popullore duke thënë se plasi më në fund syri i keq pas tërë këtyre viteve të mira për Vlorën dhe kush i do të keqen Vlorës, veç të keqen do i marr. Prej 5 ditësh, qyteti përballet me mungesë uji për shkak të defektit në linjën kryesore të transmetimit që furnizon depot e qytetit, ndërsa autoritetet e ujësjellësit po punojnë intensivisht për të rivendosur furnizimin normal në të gjithë qytetin.